Edhe që nuk vajtë në marrë zyrat. A është pushteti me dhunë, atë nuk mbahet një pushtet me dhunë. Pra, pushtet me dhunë, unë nuk ta brakot pyetjen. Pushtet me dhunë, pa dyshim që nuk merret. Pas me vota i thot nuk e marrin, me dhunë jo, as me vot jo. Pushtet me vota nuk merret, pushtet me protesta nuk merret dhe tallet Edi Rama, sa i do qepi dhe mirë mua bën, nuk ka gjetur kokën në vë kapellën. Vazhdoni bëni gjiro në bulevard, si që bëm disa vite dhe unë bashkë me ta. Po unë më në fundi thash, më ndese, këthe unë brapshu, se po talën me ty. Dhe mos e bën veten të talën tjerët. Unë nuk bëja që poshtë. Kështu që dhe të mbajnë atë kënaqësi që u jep dalja në protestë, ne do të arzojmë, i marrë të keqe. Po e them unë, sa të ketë Amerikë, sa të ketë Greqi, sa të ketë Serbi, sa të ketë Izrael, Edi Rama nuk ikën nga pushteti, se u shërben atyre, jo neve. Balluku për kohë avokat duket sikur po ja hedh. Patjetër. Nuk dënohet Balluku, më thash. Nuk dënohet Balluku, ja zotëri. Kush do ta dënoj? Pa më thënë kush do ta dënoj? Ata që ka vënë Edi Rama, ata gjyqtarë? Po, gjykata kushtetuese, si mendoni që do shpreh? Do ta çojnë në Venecia? Do jap në vendim kështu të ndërmjetëm që do ngjitet çështje pa. Ka Venecia. Ç'është Venecia? Pse Venecia? Venecia ne kanë shpikur këta për të mbuluar pyslliqjet e tyre, se e din që aty janë gjithnjë në mbështetje të këtyre, jo të popullit. E zvarrisin që të kalojë afati 3 mujor që kërkoi Spaku për arrestin. Dëgjoj. Spaku unë a thash që kur u vu ky drejtuesi i ri Spakut. Jo keni thënë që vitin e parë që jeni mosbesues ndaj tij, avokat. Por patjetër se është komunist. Është nga një familje komuniste. Është njeri delirant që vajti edhe shpiku një nen që se ka kodi penal shqiptar, nenin falsifikim intelektual. Vetëm ky bravo na e bëri, asnjë tjetër. Edhe u dënua qytetari i asaj Komisionit Apelimit, u dënua me këtë fjalë të Klodian Brau, si e ka ai. Falsifikim intelektual. Ja, kjo ka ndodhur. Pra, prisni ju nga Brahua që të rëzoj Edi Ramën e të rëzoj Ballukën, harrojeni. Nuk e gjën gjë as Ballukën, mor jo, dhe Balluka e ka kratë e forta. Pik, sepse duan Ramën që shpëtojnë Ballukën, sepse e din që se në konfuni po dole të flasë Balluku, ja Rama është i mbaruar. Dhe ata me një gurë brasën dy zojë, mbrojnë Ramën, kanë mbrojtur dhe Ballukën. Ambasada Amerikane pak ditë më parë, avokat, një aktivitet tha që kanë ardhur nga FBI-a këtu për zbërthyer telefonat. Ndërkohë edhe sa marinca amerikan po ashtu në një tjetër postim kishin ardhur te nga Ministria e Mbrojtjes ata. Pra sigur po porton gjërat. Base kanë ardhur marrë në një lek se asaj s'ka që bëj. Përse kanë ardhur. Dhe cili ishte aktivitet, ajo veprimi tyre konkretisht, çfarë po bëjnë. Spaku nuk u bindet, ata e paguajnë dhe Spaku nuk u bindet. Unë nuk kam thënë, Spaku pra që kohë sa do ketë gjyqtar dhe prokuror dhe etus të emëruar nga Parlamenti Shqiptar, nuk do t'i godas krimin dhe korupcionin në Shqipëri. Ka mbaruar ajo punë dhe po dalin ditë për ditë fjalët e mia që u kam thënë juve, që i them prapë dhe tani. Nuk godet Spaku, nuk mund të godasi, se nuk do ngrihet këmat bjerë kokës. Avokat, mori Berisha një fitore të vogël me faktin që u zbulua që gjyqtarja Irena Gjoka ka qenë dënuar në Greqi. E ç'fitore është? E bën pis procesin e ndaj tij. Po ju duhet të dini që gjysma e atyre që ka kaluar vettingu janë të përlyer. Duke filluar që nga ish kryetarja ajo që quhen atë kryetarin e vettingut, atë më të korruptuar në të korruptuarve. Bunga. Me korruptuar ishte ajo. Pastaj çfarë kërkoni ju kur Linda Balluku është ministre e motra është është gjyqtare në vetting. Ne ka që jemi avokat shqiptar, dikush atje, dikush të mund dalin dhe një orë kushuri krushim me njëri tjetrin. Po, bire theti, po pse nuk morën mua atje të vettingu, po morën ata? Ta më thuaj. Pse nuk marrin
avokat që ka mirë, avokat janë të shkëlqyer, por që nuk i duan se nuk janë të partisë. Ore, pushtetin dhe atë drejtësinë dhe çdo gjë në Shqipëri e kanë marrë komunistë në dorë, kanë vënë njerëzit e tyre. Hani Shqip. Me Sali Berishën në krye. Me Sali Berishën në krye, po e theksoj. Pa dhe të më thonë mua jemi Edi Ramën ti. Avokat, kam edhe diçka të fundit se nuk po kuptoj pse do ta mbyllim me Sazanin. Mediat greke, pasardhjes i Ivankës këtu, kanë pas shkrime të shumta. Sazani, tek Trumpi, Dhëndri, vajza, pse shqetësohen ata avokat? Ose pse japin vëmendje? Dgjoj, ata japin vëmendje sepse kanë probleme të mëdha të tyre. Një, e dyta, ata bëjnë sikur po e luftojnë Edi Ramën sepse pritet që të shkojë çështja e detit në Hag. Dhe kuptohet që në Hag ata kanë të fituar dava. Sikundër e fituan dhe në 45, në 44, 46 kur hodhen në anijet angleze, në erë hodhen vetë anglezët dhe ngarkuan Shqipërinë me fajtë e paguan Flori sa desh në anglezët. Pra, grekët janë mjeshtra për të futur si kali i Trojës në politikën shqiptare. Dhe ata janë futur këtu në Shqipëri, komandojnë grekët. Në qoftë se qeveria shqiptare nuk largon minoritarët grek nga drejtimi i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, mos prisni miqësi dhe drejtësi dhe zgjidhje të problemeve kombëtare. Greqia i ka njerëz të saj aty. Avokat, të falenderoj shumë. Gjithë të mirat, të përshëndes dhe unë, mirupafshim.